Përshëndetje të nderuar miq. Ja ku jemi sërish së bashku, dëshiroja të komentoj një debat që në fakt ka ndodhur në shtëpinë e Big Brotherit dhe vazhdon të ndodhen. Që ka hyrë Egli me shpatë as që diskutoj këtë pjesën sepse po bën namin, po merr të gjithë situatën në dorë dhe po tregon një ndër banoret më të forta të shtëpisë. Në një diskutim që ka patur me Jozin, Jozi ka përfshirë një marrëdhënie nga jashtë, duke i thënë që ti i the babait tënd dole të pastrosh imazhin edhe hyre brenda këtu në shtëpi, dhe Egli thotë që do mbaroj ky Big Brother e do shohësh. Gjestin e shoh të befasuar me qëndrimin se si mban Egli këtë qëndrim. Deri dje unë kam menduar që 4 finalistët mund të jenë Gerta, Rozana, Laerti dhe Gjesti. Por me mënyrën se si luan Egli dhe se sa e fortë është në këtë lojë që nuk toleron asnjë që qoftë edhe një fjalë më shumë t'i flasin, ajo po bën namin, mendoj që do t'jetë njëra ndër finalistet. Në debatin me Jozin, Jozi po ndjet i befasuar se si mundet Egli të qaset në këtë formë. Domethënë, ka një qasje të çuditshme dhe e gjithë shtëpia po ja bëjnë fjalën e saj. Egli po bën namin edhe me Gjestin, një fjalë të vogël po që se i thot Gjesti, Egli bën rëmuje në shtëpi. Si e shikoni ju Eglin tani, sepse unë e shoh që Egli realisht mund të bëhet finaliste, edhe pse gjykohet shumë për një vajzë e cila mund të ketë probleme mendore, sjellja e saj është e çuditshme sepse ka agresivitet shumë të madh dhe deri diku mund të jetë një sjellje e frikshme, por ndoshta kjo mund të jetë strategjia që Egli tashmë ka përzgjedhur që të bëjë brenda në shtëpinë e Big Brotherit.